Kryeministri Edi Rama ju rikthye bashkëbisedimit sy nga ku tregoi se priten tjera lajme të mira nga Brukseli për hapjen e të tjera grup kapitujve. Shpresojmë dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetri grup kapitujsh dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që t'i kemi të gjithë grup kapitull të hapur. I pyetur nga qytetarët gjatë komunikimit sy në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama tha se hapësirat publike në plazhet e vendit janë të mjaftueshme për të gjithë, sipasi plani po zbatohet këtë vit është shumë ambicioz dhe ka ndryshim radikal nga vitet e kaluara. Ja u kam thënë të gjithë atyre që e marrin lehtë, ja kam thënë të gjithë atyre në të gjitha nivelet, përfshirë edhe miqve këtu në këto rrjete sociale, që është i popull që t'jep ujë mbi shtlugës, kështu që kush e merr lehtë bën një gabim shumë të madh. Shumë të madh. Bën një gabim aq monumental sa që mjafton të ndiqni të tjerë gjatë këtyre ditëve se në çfarë drejgjeje mendore janë ka ndisur për të kuptuar që çfarë të ndodh po e morë lehtë këtë popull. Plazhet duhet të ofrojnë mundësi për ata që duan të jenë tërësisht të lirë dhe tërësisht të pa cënuar në të drejtën për të marrë kënaqësinë e tyre nga një aset publik, duke shfrytzuar hapësirë tërësisht publike dhe faktikisht plani që do të zbatohet, të filloj zbatohet nga ky vit është tejet ambicioz dhe ka një ndryshim radikal nga vjet dhe ne jemi duke e ndjekur. Në shërbim të vijimit të rritjes së imazhit të vendit tonë, kryeministri tregoi një tjetër anë të qeverisë për të sjellë në Shqipëri një event sportiv. Jemi në një diskutim së fundmi për të sjellë në Tiranë, në Shqipëri, por 95% në Tiranë, sepse jemi duke diskutuar edhe Durrësin e Vlorën si opsione, edicionin europian të Globe Soccer Awards. Kemi shumë arsye të besojmë që zgjedhja do të bjerë mbi ne dhe do jetë fantastike që për shembull çmimin e futbollistit më të mirë të vitit nga Globe Soccer Lamine Yamalit, fjala vjen, t'ja japin këtu në Tiranë.